Adriatik Lapaj e Shqipëria Bëhet protestuan për rreth 2 orë para kryeministrisë duke kërkuar largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike. Lapaj akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë socialiste për korrupsion, duke mbështetur akuzat mbi dosjet e Spakut për zvendës kryeministren Belinda Balluku e tenderat e Akshit. Ata që kanë bler 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Ata që me një firmë të zvendës kryeministres kanë vjet 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i ftohti se nuk kanë naftë për kaltajat. Sipas Lapajt, kryeministri Rama duhet largohet edhe pse ka 83 deputet në parlament. Aja dha popujt 83 mandatet që ta vjedh, që ta përdhunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero vlerë, sepse popuji e di të vërtetën, këta na vjedhin. Protesta ishte e qetë kur pati edhe momente tensioni me forcat e policisë. Adriatik Lapaj e mbështetësit e tij po qëndrojnë prej 27 ditësh para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike. Sot ata vendosën edhe një çadër para godinës së qeverisë.